televizion të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 18 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Tetëmbëdhjetë qershor. Ngjarje 1953. Egjipti rrëzon mbretërinë dhe zyrtarisht shpallet republik me generalin Negulp si president të parë. 1954. Pierre Mendes Frans bëhet kryeministri i Francës. 1972. Ndodh katastrofa ajrore Staines me vdekjen e 118 personave, kur një aeroplan rrëzohet vetëm 2 minuta pasi që ngrihet nga aeroporti ndërkombëtar i Londrës Heathrow. 1981. Epidemia e AIDS-it zyrtarisht njihet nga ekspertët mjekësor në San Francisco të Kalifornias. 1984. Një përleshje ndërmjet rreth 5.000 policëve dhe një numri të përafërt të minatorëve ndodh në Oregon. 1997. Siranit i refuzohet lirimi me kusht për të 10ën herë. Ai kishte vrarë kandidatin presidencial amerikan Robert Kennedy më 1968. Lindje 1918. Lindi Franco Modigliani, ekonomist italian dhe fituesi i çmimit Nobel. 1924. Lindi George Mikan, basketbollist amerikan. 1942. Lindi Paul McCartney, kantautor britanik. 1943. Lindi Rafaela Carrà, këngëtare italiane dhe ylli i televizionit. 1949. Lindi Lech Kaczynski, presidenti i Polonisë. Vdekje 1904. Vdiq Sami Frashëri, rilindasi enciklopedist, u nda nga jeta në moshën 54 vjeçare. 1928. Vdiq Roald Amundsen, hulumtues norvegjez. 1936. Vdiq Maksim Gorki, letrar rus. 2006. Vdiq Adi Lukovac, kantautor bosnjak. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Max Bodenstein, i cili ishte një fizikan dhe një kimist gjerman. Ai është i njohur për punën e tij në kinetikën kimike. Ishte i pari që postuloi një mekanizëm të reaksionit zinxhirit të shpërthimeve të reaksioneve, të cilat janë zinxhire të tekstuara të aplikuara më vonë në bombën atomike. Max Bodenstein lindi në Magdeburg më 15 korrik të vitit 1871. Ishte djali një tregtari dhe një prodhuesi. Edukimi. Në vitin 1888, Max Bodenstein u regjistrua në Universitetin e Heidelberg në moshën 17 vjeçare për të studiuar kimin me Karl Remigius. Më 25 tetor të vitit 1893, ai mori tezën e doktoraturës me temë mbi degradimin e iodurit të hidrogenit në temperaturë të nxehtë. Pas diplomimit, Bodenstein mori 2 vite trajnim shtesë në Berlin. U studioi kimin organike dhe katalizën në sistemet rrjedhëse dhe zbuloi reaksionet katalitike të kontrolluara me difuzion dhe reaksione fotokimike. Karriera. Në vitin 1896, Max Bodenstein u kthye në Universitetin e Heidelberg, ku studioi dekompozimin e acideve hidraulik dhe formimin e tyre. Në vitin 1899, ai habilitohej me temën reaksionet e gazit në kinetikën kimike. Më pas në vitin 1900 u bë pedagog në Institutin Fiziko-Kimik në Universitetin e Leipzig. Në vitin 1904 ai u mërua si profesor i titulluar në të njëjtën institut. Në vitin 1906 u bë profesor i asociuar në Universitetin e Berlinit dhe shef i departamentit në Institutin Fiziko-Kimik të Walter Nast. Në vitin 1908 ai vendosi të kalonte në Universitetin e Hanoverit, ku u mërua profesor i zakonshëm në elektrolimin dhe drejtor i Institutit Elektrokimik. Ai gjithashtu bë profesor i kimisë fizike në vitin 1919.
Në vitin 1923 u kthye në Berlin, ku pranoi të ishte profesor i zakonshëm i kimisë fizike dhe drejtori i Institutit Fiziko-Kimik. Pas daljes në pension të Walter Nast, ai mbajti këtë poste derisa duli në pension në vitin 1936. Kontributet: ai konsiderohet të jetë një nga themeluesit e kinetikës kimike. Filloi një punë të detajuar eksperimentale mbi formimin e jodurit të hidrogenit. Jeta personale: në vitin 1896, Max Bodenstein u martua me Mary Nebel në 17 shkurt të vitit 1862, e cila ishte vajza e avokatit Friedrich Nebel dhe Mary Bush në Heidelberg. Ata kishin dy vajza, Hild dhe Elizabeth. Max Bodenstein vdiq në Berlin në 3 shtator të vitit 1942. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerat ushqyese të lakrës së kuqe. Lakra e kuqe është një central me vitamina, proteina dhe minerale. Ajo përmban 10 herë më shumë vitamin A, duke plotësuar 33% të nevojës ditore për këtë vitamin. Ka 14 mg më shumë vitamin C dhe më shumë hekur. Lakra e kuqe ndihmon në parandalimin e qelizave të këqija. Sa më e rrëtit ngjyra e frutit apo perimeve, aq më e lartë është numri i antioksidantëve. Kjo do të thotë se trupi furnizohet me molekula të fuqishme që luftojnë radikalet e lira. Pikërisht këto të fundit janë përgjegjëse për mutacionin e qelizave, duke i shndruar ato në kancerogjene. Sa më shumë perime dhe ushqime të hani, aq më shumë luftojnë radikalet e lira dhe do të jeni më të shëndetshëm. Ka kaq shumë lëndë ushqyese në lakrën e kuqe dhe një nga ato vlen që të përmendet dhe është vitamina A. Kjo vitamin është delëvësore për syt dhe vizionin e mpret. Në të vërtetë, vitamina A është dhe një lloj antioksidanti që mbron kornean dhe gjithashtu shtresën e qelizave të ndjeshme ndaj dritës në pjesën e prapme të syrit që quhet retina. Forcon sistemin imunitar. Të kesh një sistem të fortë imunitar do të thotë një pak sëmundje dhe infeksione. Një nga mënyrat më të lehta për të forcuar sistemin tuaj imunitar është që të konsumoni sa më shumë lakë të kuqe, për shkak se është mjaft e pasur me vitaminë C, një lëndë ushqyese e njohur që ndihmon në forcimin e sistemit imunitar. Lakra e kuqe gjithashtu ndihmon në parandalimin e osteoporozës, sepse përmban të gjitha llojet e mineraleve të nevojshme për kocka të forta. Ato janë kalcium, magnez dhe mangan. Konsumimi i saj ndihmon në lehtësimin e ulcerës së stomakut. Kjo perime përmban glutamin, një aminoacid i njohur për lehtësimin e dhimbjes dhe inflamacionit të mukozës së traktit tretës. Lufton inflamacionin dhe artritin. Lakra e kuqe ka elementë rëndësishëm që luftojnë inflamacionin. Shkencëtarët kanë provuar se konsumimi i lakrës së kuqe ka një efekt pozitiv në reduktimin e entjeve. Inflamacioni mund të shkaktojë dhimbje dhe entje në kryqe dhe gjymtyr. Ndaj një dietë e pasur me fruta dhe perime, përfshirë lakrën e kuqe është e nevojshme. Rrezikun e osteoporozës dhe sëmundjeve të kockave. Lakra e kuqe është e pasur me vitamin K. A e dini që vitamina K rrit masën e një proteine specifike të nevojshme për ruajtjen e kalciumit në kocka, duke ulur kështu rrezikun e osteoporozës. Disa studime mbi përfshirjen e vitaminës K kanë zbuluar që marrja në sasi të mëdha të kësaj vitamine ndalon ngërryrjen e kockave tek njerëzit që janë të diagnostifikuar me osteoporozë. Masa kockore e njeriut formohet gjatë 20 viteve të para të tij. Lufton sëmundjet kronike. Sëmundjet kronike si Alzheimeri dhe Parkinsoni prekin 45 milion njerëz në botë, duke dëmtuar qelizat e trurit në mënyrë progresive deri në shkatrimin e tyre. Lakra e kuqe ka antioksidant të pasur që parandalojnë ose kthejnë mbrapsht dëmtimet në ADN-n. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 18 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit.
Vranësira do të jenë të pakta dhe kalimtare kryesisht në zonat malore gjatë orëve të pasdites. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira të lehta kalimtare. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm pa reshje, domethënse temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 33 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 20 deri në 33 gradë Celsius, Kukës 16 deri në 29 gradë Celsius, Peshkopi 15 deri në 29 gradë Celsius, Tiranë 18 deri në 32 gradë Celsius, Durrës 20 deri në 31 gradë Celsius, Kavaj 19 deri në 31 gradë Celsius, Elbasan 19 deri në 33 gradë Celsius, Berat 20 deri në 33 gradë Celsius, Korç 14 deri në 27 gradë Celsius, Vlorë 21 deri në 30 gradë Celsius, Gjirokastër 15 deri në 29 gradë Celsius, Sarandë 20 deri në 30 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 18 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i paqëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Në disa zona gjatë orëve të mesditës dhe pasdites priten reshje të dobta lokale, shiu. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja mund të sjellë shtim të përkohshëm të vranësirave dhe reshje të izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 26 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5 deri në 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 11 deri në 25 gradë Celsius, Podujev 11 deri në 24 gradë Celsius, Skënderaj 11 deri në 25 gradë Celsius, Pej 12 deri në 25 gradë Celsius, Prishtinë 11 deri në 26 gradë Celsius, Gjakov 12 deri në 26 gradë Celsius, Malishev 12 deri në 26 gradë Celsius, Gjilan 11 deri në 25 gradë Celsius, Ferizaj 11 deri në 25 gradë Celsius, Kaçanik 10 deri në 24 gradë Celsius, Suharek 12 deri në 26 gradë Celsius, Prizren 12 deri në 26 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.